Të premten me 1 maj e fillojmë muajin e majit, i cili është muaj i veçantë edhe për bukuri, edhe për gjelbrim, edhe për shumë çka. Për ne të krishterët dhe besimtarët është muaj i kushtuar Virgjërës Mari. Ne pasi jemi në letnicë në shëjtërorën dhe kishën kushtuar zojës së letnicës, apo zojës së Ana Maravas, apo zojës së malit të zi të Shkupit, e ka një domethënie të veçantë dhe domethënë që si vjet në 180 vjetorin e fillimit të martirizimit të parëve tanë, në 170 vjetorin e vdekjes së atë Anton Marojeviçit, këto 2 ngjarje sa më tepër të na afrojnë dhe bashkojnë me Zoën Mari nëpërmes saj me Zotin dhe me njëri tjetrin dhe me të parët e tanë që na kanë prirë në amshim. Prandaj i ftoj gjithë njerëzit e vullnetit të mirë dhe të zemrës së mirë, e sidomos gjithë besimtarët, që gjatë muajit të majit sa më tepër ta vizitojnë këtë vend, këtë kishë dhe gjurmave të parëve, edhe ne ta gjejmë vetveten, ta gjejmë të vërtetën, e mbi të gjitha ta gjejmë jetën dhe dashurinë. Dëshiroj që muaji i majit mos të kalojnë si çdo muaj tjetër, mos jetë vetëm një muaj kalendarik, por një muaj për shpirtërie, kujdesi dhe dashurie ndaj Zotit me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar.